Ne rrim pa zotin Qalaj. Ne largohemi me zotin Qalaj. Përsëri kërkojmë nga zoti Qalaj që ta liron sallën për faktin që nuk mund ta përligjim një vendim të palegjshëm. Jo, përsëri vazhdoni ta mbrojni këtë. Mos hyj. Prandaj Atëherë, vazhdim me qenë se kemi të bëjmë me çështje të performancës, çështje disciplinore, propozoj që pika në vazhdim konformenit 14 paragrafi 3, ligji për këshillin për krahët të trajtohet me dyrë mbyllura. Kërkesa është e njëjtë. Ne kemi deklaruar këtu që do të marrim pjesë në çështjet që kanë të bëjnë me procedurën disciplinore, por që përsëri kërkojmë nga zoti Qalaj që ta liron sallën për faktin që nuk mund ta përligjim një vendim të palegjshëm të marrë nga ana juaj. Prandaj po kërkojmë kolegialisht nga ju, me që kuarumin u bëjmë, sepse jemi këtu, ta lirojmë zotin Qalaj shkon në zyrën e tij, ndërsa ne vazhdojmë me procedurat disciplinore sepse jemi shumica këtu. Kjo nuk mund të as të diskutohet kjo kërkesë, u trajtua përpara, kështu që kush është për trajtim me dyrë mbyllura? Është mas por duhet të trajtojmë çështë çështje, sepse nuk mund të rrim dikun ku prezanton një person pa keqen për juve zoti Qalaj, sepse këta ju kanë sjellën këtë situatë. Nuk mund të rrim këtu, gjersa ekziston një vendim i palegjshëm. Këtë temë aty më herë, po bëjmë dije përsëri. Nëse do të vazhdojmë procedura disciplinore, e lirojmë zotin Qalaj, vazhdojmë me procedura. Nëse nuk dëshironi, atëherë do të më liru prapë sallën. Çka më ju bë? Ja, prit se tash. Ju përgjigj në atë çka thashun. Në vend se të ndiheni përgjegjës dhe të turpënuar për vendimin që keni. Beton. Jo, përsëri vazhdoni ta mbrojni këtë. Mos hyj. Prandaj mos hyj. Keni mendje. Me pikat vazhdim me qenë se jeni deklaruar se do të vini. Nuk vazhdojnë tu qenë prezant zoti Qalaj. Po as ka të bëj fare me te, ka të bëj me vendimin e juaj të palegjshëm. Dhe nuk mund të rrim me një vendim të palegjshëm. Palegjshmëria është e juaja, vazhdoni jo me palegjshmërinë. Nëse keni pas kvorum 5, vazhdoni me 5, me 3, me 2, ku diun, në 7 me 4. Ju thirrëm se u deklaruar se do të vini, për ata. Ani. Ja, visoj këto. Jo, veç në fund, prej momentit kur e fillu takimin, deri në këto momente, unë askund nuk e ndëgjova që fillimisht u miratu ranë e ditës dhe procedu. Na patëm probleme që në start me ranin e ditës, dhe na sot erdhëm në një pikë tjetër, si pas juve gjithmonë, sepse unë nuk e di që proceduralisht na më rrinëm këto, ku thoni që vazhdojmë me një kërkesë me mbyll takimin se kena me pas procedura disciplinore. Kërkesa është shumë e thjeshtë, nuk po largohem për përgjegjësive. S'po 4 anëtor po e kërkojnë që zoti Qalaj mu largu prej takimit të këshillit. E tha dhe vetë zoti Qalaj në fillim, nuk do të marr pjesë as në diskutim, as në vendimmarrje. Në fakt, diskutoj edhe ma vonë. E mira atina edhe jona është me lëviz, sepse derisa nuk ka një qartësi juridike, në kësaj çështje që jemi hy, nuk është e mirë të vazhdojmë këtë formë. Ne rrim pa zotin Qalaj. Ne largohemi me zotin Qalaj. Nëse ky ju mjafton për quorum, vazhdoni çu që keni nis. Ju dhe mëngjes e deklaruar se kërkuat më përashtu zoti Qalaj edhe tash e keni ditë që ashtu. Kështu që po profesor. Këshilli prokurorial është vendi ku diskutojnë anëtarët e këshillit. A dhe që ta dish, ne jemi hissedar këto. E tha dhe zotni Qalaj që është ex officio këto. Nështë ta kishë qenë me mirë kuptim edhe zotni Qalaj, mëse temat të diskutojnë me dyrë të mbyllura, me na kriju dhe kjo një hapësirë që na me pas mundësi me vazhdu takimin tonë dhe me këty rrjedhë normale takimit. Nuk ka mungesë quorumi, nuk ka asnjë situatë tjetër, edhe ashtu brenda kësaj jave po besoj në aspektin ligjor vendoset kjo çështje, sepse kështu janë edhe afatet procedurale. Kryesues këtu vendi këshillit. 4 anëtarë të këshillit po flasin. Vlerësoj e prap, që mos dalim situata si kur ne dëshirojmë ta refuzojmë punën angazhimi. Jo kryesues, unë jam këtu për çdo kontribut. Kush është trajtuar me dyrë mbyllura, ne vazhdojmë me ranin e ditës dhe kështu që nuk
Kemi çka të diskutojmë. Me imponime. Po, konstatohet se prafë janë larguar. Patanat e Këshillit janë larguar zoti Arjan Gashi, Petan Shalbani, profesor Dardan Boniqi dhe Visar Kasniqi.